A rrezikon që një gjuhë e tillë publike të cënojë besimin tek reforma në drejtësi? Meqense nuk është hera e parë, me SPAK e kemi dëgjuar, tashmë dhe me BKH-n. Unë nuk e besoj që reforma në drejtësi mund të cënohet nga një ajo që jam vlen për ta diskutuar, mund të konsiderohet një gjuhë e tillë një intimidim i punës të byros kombëtare të hetimit dhe i punës së prokurorisë posaçme, sepse cënimi i besimit nga ana e prokurorisë posaçme apo nga ana e byros kombëtare të hetimit është perceptim dhe si perceptim i tillë lidhet drejt për të drejtin me punën që ata kryejnë apo që ata nuk kryejnë dhe jo me qëndrimin e kryeministrit. Mirë, juridikisht, si e vlerësoni vendimin e gjykatës kushtetuese për shuarjen e masës së sigurisë pezullim nga detyra ndaj një ministri, konkretisht zonjës Balluku, ministre, por dhe zëvendës kryeministre? Duhet keni parasysh një moment i cili është tepër e rëndësishëm dhe është procedurial dhe duhet sqaruar. Gjykata kushtetuese nuk ka shuar, revokuar apo ndryshuar masën e sigurimit që ka të bëjë me karakterin ndalues pezullim nga detyra. Ajo ka vendosur pezullimin e përkohshëm të efekteve të saj deri në vendimarrjen e themelit. Pra, nuk është një gjyq i fituar nga ana e Këshillit Ministrave për momentin, por është një vendimarrje e pezulluar. Pra me pak fjalë për mos tingëlluar edhe si loj fjalësh, është pezullimin të zëvendës kryeministres. Pra e kthen përkohësisht në detyrë atë deri në datën 22 janar. Ajo që jam për të diskutuar. Por mund ta kishte lënë dhe të pezulluar Arbër. Patjetër që po. Ajo që jam është nëse objekti i kërkimit që ka të bëjë drejt për së drejt me themelin lidhet me pezullimin e objektit, atëherë për të konsideruar edhe si lojë fjalësh, besoj që gjykata kushtetuese në momentin më të mirë ka parajgjykuar çështjen, sepse të vendosësh pezullimin mbi objektin do të thotë që treqerehun e argumentave në favor të vendimarrjes e shtëruar. Pastaj shkon përtej në demokracitë jo funksionale, kur një vendimarrje e tillë thuhet me të madhe dhe shtrembrohet, unë nuk e di nëse gjykata kushtetuese ka apo jo më mundësinë të rrëzdojë vendimarrjen e saj në lidhje me pezullimin dhe në lidhje me objektin e saj, dhe për të vendosur ndryshe dhe besoj që është kronike një vdekje të paralajmëruar kur është Markezi, pra është një paralajmërim që i bën gjykata kushtetuese dhe 5 antarët e saj duke vendosur në mënyrë të rrezikshme për sistemin e drejtësisë dhe të rrezikshme me një prapavije të caktuar ligjore, sepse ndryshe nëse gjykata kushtetuese pranon themelin dhe pranon që gjykata e posaçme ka gabuar në interpretimin e ligjit dhe të kushtetutës duke vendosur pezullimin në detyrë të zëvendës kryeministres, e cila është marrë tashmë si e pandehur, atëherë cili është instrumenti ligjor dhe juridik që ka gjykata, aq më tepër gjykata e posaçme, për të ndaluar një që ajo e konsideron abuzim me pushtetin apo shpërdorim të fondeve publike. Kështu që në këto kushte, patjetër që për mendimin tim, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, po ashtu dhe neni 242 i Kodit Procedurës Penale, ishim të qartë kur kemi të bëjmë vetëm me 3 raste të caktuara që nuk mund pezullohen, pra që janë deputetët, të zgjedhurit vendor, kryetarët e bashkive dhe antarët e Këshillit Bashkiak. Vetëm këta të 3 nuk mund të pezullohen. Pastaj pjesa tjetër që ministri gëzon të njëjtin imunitet si deputeti në vitin e 2 Fakultetit Drejtësisë dhe unë besoj të gjithë antarët e gjykatës kushtetuese kanë kaluar nga viti i parë në vit të tretë, këtë do të ishte tragjike, ta mendoja që kjo pas ka bërë vitin e dytë. Dhe çfarë është koncepti i imunitetit? Dhe koncepti i imunitetit lidhet me 4 momente: kontrollin personal, kontrollin e banesës, arrestin burg dhe arrestin e shtëpisë. Vetëm me këto 4 momente lidhet imuniteti i deputetit, imunitet relativ që ka kushtetuta pas vitit 2016. Po, sikur se thatë, ky është një vendim i përkohshëm, pasi nuk është shqyrtuar në themel, por në rast se ky do të ishte edhe ai përfundimtari, atëra krijohet një precedent që dobëson sistemin e drejtësisë penale? Unë sapo e thash që përtej që është një vendim i përkohshëm, por është nuk e mbanë e cila
mund të jetë një vendim i përhershëm, sepse janë dhënë në stel ato argumenta të cilat gjykata besoj do ta ketë pamundur që të kundërshtojë veten e saj për 3 apo 4 javë më vonë apo edhe 5 javë më vonë për të dhënë një kundër argument vetes së vet. Pra unë besoj që pa dashur të parashikoj vendimarrjen e gjykatës, gjykata do ta ketë tepër të vështirë që të rrëzojë padinë e Këshillit të Ministrave në kushtet kur ka vendosur pezullimin e efekteve të vendimarrjes së gjykatës së shkallës parë. Kjo do ta kolapsonte sistemin e drejtësisë dhe ka një të vërtetë, por janë 2 gjysmë të vërteta që nuk e vendosë të vërtetë. E gjysmë e vërteta është që kjo është era e parë në pluralizmin shqiptar që jepet në mas sigurimi e tillë që ka të bëjë me pezullimin e detyrës. Kjo është era e parë, po ashtu që në gjithë Europën pezullojnë nga detyra një ministër, por ashtu siç është era e parë, që një ministër merret si pandehur dhe vazhdon ministër në gjithë botën e qytetëruar. Kur ke një dyshim të arsyeshëm, ministri jep dorëheqje dhe jo më të merret si pandehur dhe të vazhdojë detyrën. Dhe padyshim që vendimi ishte